Lufta po shkon gjithnjë më shumë në Rusi. 13 persona raportohen të vrarë në sulmin e rënd të kryer me dron nga Ukraina në Republikën e Tatarstanit. Kështu pretendon guvernatori rajonal i cituar nga mediat në Moskë, që saktëson se mbi 40 të tjerë mbetën të plagosur. Autoritetet në Rusi pretendojnë se sulmi me dron në Tatarstan është një krim lufte, që sipas tyre do të rëndojë në ndërgjegjen e aleatëve perëndimor të Ukrainës që e furnizojnë me armë. Ministria ruse e mbrojtjes njofton se ka rrëzuar 456 dron ukrainas gjatë orëve të kaluara në rajone të ndryshme të vendit dhe në Krimene aneksuar. Viktima ka pasur edhe në Belgorod. Sulme dhe shpërthime ka pasur gjithashtu edhe në Ukrainë. Të paktën 5 persona kanë humbur jetën në rajonin e Harkivit pas shënjestrimit me artilleri nga forcat e Rusisë të një zone banimi. Gjithashtu raportohet për disa të tjerë të plagosur. Ushtarët e Putinit kanë kryer sulme dron dhe raketa në Sumi, duke plagosur 5 persona, gjithashtu edhe në Odesa. Sirenat e alarmit janë dëgjuar gjatë orëve të para të së hënës edhe në kryeqytetin Kiev. Më herët presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se Putini nuk do ta fitojë këtë luftë. Megjithatë, dha alarmin se deri në 50.000 ushtarë të Koresë së Veriut mund të dislokohet